Përshëndetje, mirë se vini në Mes Dritë. Takojemi dhe sot së bashku një ditë ku në fakt na duhet patjetër ta gjejmë paksa motivimin në këtë ditë që duket disi e zymë, të jemi të sinqertë, është pak më vështirë për të shkuar, për ta çuar ditën përpara. Virozat kanë nisur, koha nuk është me diell, edhe me të drejtë kushdo që po qëndron në shtëpi nuk ka pikën e dëshirës për të dalë nga shtëpia e ngrohtë, edhe teksa po kërkon nëpër kanale, dëshiron që të ndalet në një nga ato programe që do ta shoqëroj mirë gjatë ditës. Uroj shumë që këta t'jemi ne dhe këtë detyrë ta bëjmë me sukses. Mirëmëngjes Surian, pati për ditë sot. Uroj shumë virozat të rrinë larg. Të kenë alergji ty virozat. Nuk kam një marrëdhënie të mirë me virozat dhe kur më zën, kur më kapi nuk i përjetoj mirë, kush më një e di. Urojmë shumë që as unë, por as shqiptarët të mos sëmurë në këtë periudhë që jemi më të predispozuar që të na turret viroza kënda këndës. Urojmë shumë të jemi shëndet plot, pas harroni vitaminën C, është një vitaminë e cila na ndihmon shumë që të forcojmë imunitetin dhe praktikisht të mban larg virozat. Është periudha, griprat, kështu që mirë do bënim të rrim të shëndetshëm. Mirë. Këshillat i marrim nga zonja e shtëpisë. Pa folur shumë ne, si mendon ti? Po mirë, dakor, ne bëjmë kështu. Të zonjën në shtëpi. Zonjën Florenca. Se me të drejta vitamina C, ja ku vjen çaj. Mirëmëngjes. Se nuk mund të rri pa të Po ja ku e kemi, çaj me limon për zonjën tjetër të programit. Zonjën e programit tjetër. Unë ndjeva shumë llastuar tani. Zonja është çik smur. Është pak me viroz. Po, s'ka gjë, do të ka. E sollën çaj në kohë rekord. Dhe më duket se sa me fat që jam nuk e di. Ta kanë gjitur ky zotëria këtë. Se ky ishte 2 ditë përpara me viroz. E ka bërë hatën familjare Florenca, e di ku na buron gripi dhe ku na shkon. Patjetër. Alba, shërim të shpejtë para punës. Mos harro Florenca, jo Alma, që pastaj ti hedhësh pak nga i mjalti ynë, shumë i mirë. Po i mbani mjaltin ju? Po është mjalti. E kemi aty. E kam të mçeur si im qefim në një sunduk të vogël, e mbaj aty të mçeur. E kemi bërë me paktun dhe Florenca, e mira të shtrenjta, i ruajmë. Edhe jemi mjalt, sepse të ndihmon dhe të forcon imunitetin. Faleminderit Florenca, faleminderit Hermes që përgatitën këtë çaj fantastik. Është koha të ikim te këndyn, si mendoni? Ikim nga puna se tashmë jam më mirë. Vetëm me fjalët e këtyre të dyve jam më mirë. Faleminderit të dashur. Na vjen mirë që kemi. Sa pëlqen ky rrethi kështu kur vim kështu vërtet. Më duket sikur po lozim Roza Rozina. Mirë. Florenca, diti përpara se të prezantojmë recetën. Diti që sot në studio do kemi berber, do kemi parukiere, do kemi stomatologe, do kemi sommeliere, do bëjmë një degustim vere, që atë verën, dhe praktikisht jo verën, por recetën tënde ta shoqëroj me verë. Po, patjetër. Tante dje, sot do bëjmë lazanja. O zot që dje na çmendën me këtë lazanjen. Duan lazanja. Unë kam për zemër se tash është e vetmja gjë që çaj në kuzhinë. Dhe unë kam shumë qejf. Edhe dua të mësoj edhe nga ty. Po, do bëjmë dhe atë rolen me arra dhe me fish. Nuk ndajem unë pa e bërë atë. Po, nuk. Dy receta sot. Lumata janë të dyja pak një çik shumë me kosto, por lumata që do jenë deri në fund programit për të shijuar të dyja. Na lën Zoti kështu siç jemi. Po pra. Po vera, kam i pritë Florenca, po vera, më ndihmon mua të shërohem më shpejt nga gripi apo jo, do të vazhdoj me çaj? Jo, çaj po, në drekt do të bëj dhe unë një tjetër me çaj mali. Po me çaj mali të mirë që limon, me aromë, me limon edhe me mjalt. Me mjalt nga i miri që e njeh shumë mirë ky djali këtu. Po se ai është pjesërisht është trashëgimtar, është familje bletarësh, edhe me sa gjë e bukur. Është gjë shumë e bukur dhe është një gjë që nuk e bëjnë dot të gjithë. Nuk e bëjnë dot të gjithë. Çfarë na duhet për recetën e lazanjes? Për këtë që ne tham lazanja. Ja erdhëm ke lazanja. Ja erdhëm ke lazanja. E dim çfarë na duhet mish i grirë, qep, mund na duhet një kungull, një karrot, varet nga dëshira, mund t'i dhni dhe një spec, si të doni ju për të bërë ragun, për të bërë atë mishin që jep shijen lazanjës. Pastaj do bëjmë beshamelin thjesht fare me djalë, me miell, edhe me qumësh kaq pak ar moskat. Doni ta testoj shikimin edhe sot unë për recetën?
të shojmë me gripin sa ka shkuar shikimi, se receta është voluminoze sot, edhe le t'ja themi publikut çfarë na duhet për lazanjën me mish të gry. Na duhet një pako me 5 lazanja të gatshme, se për shkak të kohës kështu do zgjedhim. Sot është mënyra më praktike që zonjat e përgatisin në shtëpi, 400 gram mish i grir, një qep, një karrot, 2 thelpi i hudhur, na duhet një kungull i vogël, majdanoz, nenexhik, rigon, piper i zi, 100 gram parmigiano, na duhen 2 lukses tomate, 1 gotë vere kuqe, 1 gotë ujë, na duhet për beshamelin 1 litër qumësh plufura, 130 gram miell ola, arr moskat, na duhet 100 gram gjalp pongalufra, na duhet 100 gram djath pice, krip dhe vaj ulliri. O Alma, o shqipon. Shikimi është deri në fund sezonit. Do me thënë... E kam optikën këtu për ta gjykuar. Gripi nuk ka ndikuar në shikimin tënd. Jo, shikim, as në gjykim, edhe ju, vetëm se sot ju dua më shumë se çdo ditë tjetër. Ndoshta është për shkak të gripit, ndoshta jeni ju shumë të mirë, nuk e di. Jo, unë them për shkak të lazanjës, edhe për shkak ton. Edhe kjo është, ma kanë marrë zemrën, kështu me lazanjë me ushqim të mirë. Atere. Ja nisim nga puna. Po, e nisim nga puna, të ndezim sobën. Mi për, pjesërisht gati. Pjesërisht gati, shikon, këtu kemi gjalpin që do gatuajmë qepën bashk me mishin. Unë do të marrë tani qepën, që ta pres ta bëj gati, se nuk e kam bërë gati. Edhe Syriani ka nisur nga ndihma për Florencën dhe zonjat që janë në shtëpi ndjekin pak a shumë të njëjtën rutinë që Florenca po ndërton, paralelisht përgatisim 2 gjëra njëkohësisht. Po të ishim edhe ne të duhur me ndihmën tonë, mund të nisnim edhe të bënim salcën e beshamelit, që merr më pak kohë se sa përgatitja e salcës së mishit, se ajo është ajo që kërkon më tepër kohë gatimi. Edhe duke shfrytzuar të 2 vatrat e pianurës që kemi, mund t'i gatuanim edhe paralelisht. Po, Florenca e trajton çdo gjë me dashuri, me kujdes me kohën e saj. Nuk nxiton asnjëherë. Çdo gjë do kohën edhe. Do kohën e saj dhe dashuri mos harroj. Po, patjetër. Jo, po fatë e ke vënë re për shembull kur gatuan edhe kështu pa e dashur atë njeriu që do vi. Po, dhe nuk të ecë mbar, thua e kanë thajin njerëzit që do ta hajnë, nuk ke thajin ti që gatuan. Është e pa diskutueshme. Ja heqim nga vetja fajin, edhe ja hedhim atyre që do na vinë për vizitë. Po. Syrian, si po shkon kërkimi? Një pjatë lutem Syrian, ta vendos tu që të marr qepën. Shi. Që do ta po, faleminderit. Po marr edhe një tjetër për karrotën. Ja, grim qepën tani, do ta grim në këtë formë që sa më më të jetë qepa, kur të bëjmë ragun, aq më e mirë është. Kështu do të grim edhe kungullin, juve po të doni kungullin hidheni, po të doni mos e hidhni, varet nga shija juaj, mund ta bëni thjesht vetëm me qep edhe me hudhra, edhe me mish, asgjë tjetër, edhe sigurisht erëzat që nuk duhet të mungojnë. E di, jemi në periudhën ideale, ku i marrim tokës më të mirën dhe jemi një tokë që prodhon një vaj ulliri fantastik. Dhe për të gjitha ata të cilët e kanë kulturën e ullirit në familje, me siguri prodhojnë vajin e tyre janë shumë e fakë, por nga ana tjetër të gjitha ata të cilët nuk e kanë këtë mundësi, kanë fatin të kenë vajin Pema, i cili është një vaj i prodhuar i gjiti, fal teknologjisë italiane, po me një produkt 100% shqiptar nga jugu i vendit tonë. Alma. Kështu që me shumë kënaqësi për ata që nuk e kanë mundësinë ta prodhojnë vetë vajin, është zgjidhja më e mirë për gjithë familjen, për të siguruar përshëndetjen se ne nuk gatuajmë me vaj tjetër përveç se me vaj ulliri. Në familjen time është mëkat të gatuash me vaj tjetër përveç vajit të ullirit. Unë jam në pozicionin opozitar tëndin, jo në bindje, jo në mendime, por në pozicion geografik. E dja të shprehjen buk e krip e zemër, mendoj që është nga shprehjet më të papërkthyeshme që vjen rrjedhimisht nga gjua shqipe dhe ne prej vitesh, tani më kemi pasur mundësinë që bukën e shtëpisë, atë bukën që jep aromë gjithë lagjes dhe ne jemi shumë e faqe, akoma kemi pjesë të kulturës, kulinarisë, traditës, të përgatisim me mielin Ola. Prandaj thash pozicionuar geografikisht në pozicionin opozitar, por kjo është kultura shqiptare, Ola është pjesë e traditës shqiptare, është pjesë e familjes shqiptare dhe më me fat se kaq nuk mund të ishim. Sot të kam lënë ty karrotat t'i qërosh. T'i qëroj unë karrotat me gjithë qep. I bëra gati, mora atë qëruesen e do vjoj me njëherë nga puna. Karrotave. I kam thënë. Më ke thënë që do më ndihmoj. Po, do ndihmoj. Sigurisht që po, se lazanja kërkon shumë punë. Po, shumë punë. Do t'a tregojmë shpejt e shpejt ja sa të
Sa të organizojmë pak këto përbërësit, asi gjë tjetër, 2 karota do qërosh, mos u lot shumë. Okej, në rregull. 2 karota thua ti, 2 karota u Ja, unë po vendos. pastroj pak këto, të pastroj vendin këtu që të grih kungullin. Sa kohë merr zakonisht përgatitja e lazanjës? Ua, merr shumë kohë në rast se do ndjekim recetën italiane, që mishi mund të marrë dhe 3-4 orë përgatitje. Por nënat shqiptare, edhe unë gjithashtu, edhe besoj edhe Florenca, e përgatit të gjithën për 1 orë. Po, për 1 orë bëhet. Pak po e sigur që receta jonë të mbaroj deri nga ora 12:01, nuk do të zgjatet. Po sigurisht. Tani është ora 10:19 minuta, praktikisht jemi mirë me kohën, besoj. Syri, mund të më gjesh pak kripën ku është, të lutem? Jo, direkt. Më pëlqen koordinimi që kemi sot në kuzhinë. Të gjithë ndonjë detyrë edhe në kohë rekord do ta kemi gati edhe. Pra, për të bërë lazanjën, fillimisht do bëjmë gati kimën ose ragun e lazanjës. Do me thënë, do të gatuajmë, ma jep të lutem? Do të gatuajmë Ta heq? Hiqe. Po të na duhet prap pak për beshamelin, e marrim prap. Do të na duhet për të bërë ragun, na duhet mishi, na duhet qepa, mund të shtoni perime sipas dëshirës, unë do të shtoj karot, kungull, edhe një spec të kuq që e kam të grirë, që e kam atje. Të lutem, Syri ma jep. Jemi vetëm ku tek salca e mishit. Specin e kuq. Te raguja. Po, jemi te raguja. Apo siç i thon ata që kanë kaluar pak kohë në shtetin Kima. Se i kemi disa vite. Tani, popull i dashur. Po. Florenca dhe Alma, të dashurat e kësaj studio. Po. Alma shumë mirë bëri që foli për vajin e ullirit. E herë pas here kemi diskutuar në studio pikrisht për vajin e ullirit, benefitet, sa i rëndësishëm është. Dhe qoftë se kombinohet ndoshta edhe me prodhime të tjera të natyrës që mund të ketë mjalti. Janë antioksidant, uftues fantastik të radikaleve të lira, që janë pikrisht të fundit që shkaktojnë çdo çedim, ngadalësim të mundshëm të organizmit për shëndetit tonë të përgjithshëm. E me që themi tek vaji i ullirit, le të njihemi me benefitet e këtij të fundit përmes një materialit përgatitur nga gazetarët e Mesdrit. Që nga lashtësia, vaji i ullirit është quajtur ari i lëngshëm, një dhuratë e natyrës, simbol i shëndetit, jetëgjatësisë dhe kulturës mesdhetare. Në çdo pikë të tij fshihet puna e dorës njerëzore, toka e ngrohtë dhe dielli mes dheut. Por për të shihes, vaji i ullirit është një pasuri e vërtet ushqyese. Përmban acide yndyrore të shëndetshme si omega 9 dhe është i pasur me antioksidant që ndihmojnë në mbrojtjen e zemrës, trurit dhe lëkurës. Studimet tregojnë se përdorimi i rregullt i vajit të ullirit ndihmon në uljen e kolesterolit të keq dhe ruan elasticitetin e endëve të gjakut. Në kuzhinë është sekreti i shijes së pastër dhe të balancuar. Në mjekësinë popullore përdoret edhe për flok, lëkurë dhe madje për kujdesin e foshnjave. Por vaji i mirë kërkon kujdes, duhet ruajtur në shishe të errta larg dritës dhe nxehtësisë. Dhe mbi të gjitha, zgjidhni vaj ulliri ekstra të virgjër, i cili ruan të gjitha vlerat natyrale dhe aromën karakteristike të ullirit, sepse një pikë vaj ulliri çdo ditë është një hap drejt një jete më të gjatë dhe më të shëndetshme. Kemi bashkuar forcat, 3 musketierët për të patur një lazanjë mega të shijshme sot. Jam kurioztare shumë për emrin që do ketë lazanja, se është e shumë dashur nga të gjithë ne si ekip. Kemi sa mirë bëre që ma the që në fillim që ndërkohë. Të kesh kohë të mendosh. Të mbaroj, unë të mendoj të zgjedh një emër të një njeriu që unë e dua shumë. Okej, edhe unë mendoj që sot do kemi një emër të mirë menduar. Sepse dje e bëm një kapërcim, dje nuk i vendosëm asnjëherë. Po, se ishim me kohën pak sa keq. Supës tonë me panxar. Po, që ishte aq e mirë. Ishte jashtëzakonshme. Ishte shumë e mirë, vërtet ishte fantastike. Po mishin sot nuk e di kush e ka përzgjedhur. Ato që e përzgjedhin gjithmonë. Qartë, kam bërë një punë të paqshme. Kam bërë një punë shumë të mirë. Si quajmë ne këta furnitor? Furnitor? I quajmë... Jo, unë do t'i quaja... Jo, nuk i quaj furnitor. Nuk më pëlqen ky emër, pavarësisht se është i njerëzve punëtor. Unë do t'a quaj përgjegjësi për ushqimet
e kuzhinës. Se kam fjallën për individin, e kam fjallën në përgjithësi në restorante, kur vinë produkte. Furnitor. Ke shumë të drejtë. Çfarë jemi në të dyja? Çfarë jemi në të dyja? Dy vajza. Peshore. Peshore jemi. Dhe ti je një djalë i ri? Gafore. Tani. I ri jam. Për gati 2 metër. Nuk e di për ty, Surjan, por unë, kur bëj pazaret, dua të reduktoj shumë kohë. Jam hyte ka i brezi i ri që i bën pazaret vetë, por që është dhe paksa dembel, dhe kur shkon në market, do që për 20 minuta të blej gjithçka që i duhet, pra mos qëndroj gjatë. Kështu që për fat të mirë, këtu nuk e di kush e bën pazarin, po bën një punë shumë të mirë, se ne kemi djathin e bardhë, kemi kosin e traditës, kemi dhallën, kemi djathin kashkavall. Çfarë kemi këtu? Gjiz. Që s'bëm një ditë përgesë që do ta bëjmë. Kemi ajran, kemi kosin në kemi kefir. Kemi kefir që është një opcion shumë i mirë për gjithë ata që duan të kujdesen për shëndetin e aparatit tretës. Kështu që kushdo që e bën pazarin në mesdrit, bën një punë të pashme që ndalet te lufra aq sa duhet, edhe në thoj zapsonis gjithçka që kemi nevojë ta përdorim të fjalën. Më duhet pak vaj ulliri pemë. Vaj në ullirit me një herë, po? Me një herë. Kur ta bëjmë në fjalën ty dysh ndonjëherë? Jo, po duhet. S'ka aty, edhe duash ta bësh, duhet. Sepse lasagna, si që dini, do pak i ndyrë. Nëse nuk ka i ndyrë, nuk bëhet e shishme. Dhe unë nuk do t'i bëj, se zakonisht ka 2 mënyra të bërit të petve të lasagnës. Nuk po flasë për ato që bëhen vetë në shtëpi, me vezë dhe me miell, por po flasë për këto që janë të gatshme, nuk do t'i bëj të vendosura në ujë të nxehtë me pak vaj, si që bëjmë dhe i nxjerrim, do t'i bëj kështu si që janë. Kështu si që janë, do t'i shtroj në tavë, dhe do të lyej në sipërfaqe me këtë ragun që do përgatis, që nuk do t'jetë shumë e thatë, do t'jetë pak me langshme, dhe pastaj do shtroj beshamelin, përsëri do hedh petët, mishin dhe beshamelin. Deri në fund, deri sa të në mbarojnë të gjitha petët, në fund fare, do t'a mbuloj me beshamel, do t'i hedh djath parmigiano ose djath pice, ne kemi marrë djath pice që do t'a grim, dhe do t'a mbulojmë në sipërfaqet që të bëjmë një lazanjë që këto të mbajnë mend për gjithë jetën. Jo, për gjithë jetën, po të paktën deri në fund vitit, se kush e di që sjell viti tjetër. Me të drejtë. Të mirat do sjell. Provojmë lazanjë tjetër vitin tjetër, që do jetë ajo me spinaq ricota. Që është pas dere, mos harroni që 31 dhjetori po vjen shumë shpejt. Po. Të mira do na sjell, e mirë do na gjej. Në qoftë se e mendojmë, e besojmë, ashtu ndodh. Paktën të kam kuptuar dhe kam si filozofi jete. Sigurisht të marrë nga ata të cilët kanë eksperiencë në jetë. Jedhim pakuj tani që qepa, përveç se është kemi u Florenca? Në Qezën. Në Qezën. Dhe një gotë. Po mos do shta duhet të mos ja një gotë, mirë një gotë aty. Ne kemi në shtëpi, zakonisht nuk e edhim në... E po tani gotat i di unë ku janë. Kjo në gjithë pak, po s'ka gjë. Jo, po mos e merr ato që në gjitha. Ne nuk e kisha përkeq, ti s'ka patur paketimin. E di çfarë më bën përshtypje që në shtëpi të ndihmonim kaq sa të ndihmonim nëna dikur, kaq sa të ndihmojmë Florenca. Shumë e drejtë. Do kishim bërë një punë më të paqme. Kështu që gjejmë rastin, nuk e di për të Surjan, po unë i kërkoj falje mamit që nuk e kam ndihmuar sa duhet. Sepse i thosha që do gatuaj kur të dalë shtëpim vete dhe ajo po ndodh tani. U bëra plot vite që vetëm gatuaj çdo ditë. Tani, më tregoni pak, kjo energjia juaj sot e balancuar, energjia jonë e balancuar, vjen si rrjedhoj e kushteve atmosferike, pozicionit... Geostrategjik. Astrologjik të yjeve. Dielli pak ndërkohë. Cila është arsye pse jeni të balancuar? Unë them nga shiu që bie jashtë. Nga shiu. Se unë e dua shumë shiun që bie jashtë. Por nuk dua të ri në shi që të lagem, por dua ta shijoj atmosferën që është gri, edhe dua të shijoj dhe të dëgjoj zhurmën e shiut që troket në trotuar. Sa e bukur kjo që tha, e dua shiun tha, por nuk dua t'i lagem. E dua dashurim, por nuk dua... E dua ysin, e dua horoskopin. Ishte shumë e bukur kjo që tha. Kam ca rezerva, po zodiaku nuk kurseo askënd, secili t'i dha një shenjë dhe shenja vjen me karakteristikat e veta, përpos parashikimeve javore, mujore që ne bëjmë her pas here me Meri Gjinin, kemi pjesë të mesdritës edhe parashikimin ditor për 12 shenjat e zodiakut. E ndjekim, rikthehemi pastaj sepse kemi punë.
Jeni gati. Lazanja jonë është thuaj se gati. Hapin më të bukur. Të them shpejt e shpejto, në tigan kam skuqur qepën, e kam gririmët, karot, një spec, një kungull, pastaj hodha mishin, kam hedhur hudhër, hodha gotën e verës, ja ku e kemi, që e hodha aty brënda, ajo ka avulluar, jo, e them për besim. Prova për gjithçka. Dhe kam hedhur pak piper, kam hedhur nenegjik, do të hedh pak rigon. Rigonin gjithmonë duhet ta hidhni me vonesë, sepse ai bëhet i hidhët. Edhe ja ku e kemi që ti qëndroj, po, edhe ti qëndroj aroma. Tani, këtu kam bërë beshamelin, gjalp, miell, qumësh, pak ar muskat do t'i hedhim tani ja ku e kemi. Unë do t'i shtoj dhe djath parmigiano këti beshameli. Dhe përveç se do t'i shtoj ati, do t'i shtoj edhe këtu. Kush të doj t'a shtoj, kush të doj mos t'a shtoj. Ju e keni dëgjuar që unë shpesh e kam thënë që djathi parmigiano për mua është një mrekulli. Është mbreti recetave të tua, kam kuptuar. Dhe përdor dhe në ëmbëlsira. Pas nenegjiko. Po, grije, kujdes. Nenegjiko është princi, do thoja u. Dhe në tavë kam vendosur një rjesh me petat e lazanjës, të cilat e thash dhe në fillim, që nuk do t'i lyej në ujë të përvëluar, ose nuk do t'i kaloj në ujë të përvëluar. Thjesht tani në tavë, pasi e kam lyer me pak gjalp, do filloj të hedh pjesën e ragus që kemi bërë. Ragu. Kjo është pjesa më e bukur, ku ti ke gati të gjithë përbërësit. Po, edhe shikojmë... Edhe vetëm bëjmë shtrimin. Mirë, i kujtojmë publikut... Njësoj, sigur po bëjmë një video për Instagram. Se që bëjmë do videot për Instagram. Mirë, publikit dashur, na lejoni që rikujtojmë edhe një herë recetën, çfarë na duhet të kemi që të përgatisim një lazanja si kjo e Florencës. Publikit dashur, më lejoni t'ju rikujtoj që për lazanjën na duhet 3, 2, 1, regjia, po pret grafikën. Na duhet një pako me pet lazanja, është mjaftueshëm? 400 gram mish i grirë, një qep, një karrot, 2 thelpi hudhër, një kungull i vogël, majtanoz, nenegjik, rigon, piper i zi, 100 gram parmigiano, 2 luk salcë domate, një got verë kuqe, një got ujë, ndërsa për beshamelin, ajo çfarë na duhet është 1 litër qumësh të lufra, 130 gram miell, ola, 100 gram gjalp, lufra, ar, moskat, 100 gram djath pice, krip dhe vaj ulliri nga pema. Atëherë, këtu jemi ke beshameli, hodhëm atë djathin parmigiano, do t'a përzim. Beshameli nuk duhet t'a bëjmë shumë të trash, nga i beshameli që është nga ndonjëherë shumë i trash, duhet t'jetë kështu i rrjedhshëm, ja si ky që është këtu. Dhe jemi gati tani, unë do ndroj pak vënde, do t'marr tavën afër, beshamelin do t'a kaloj atje. Që të vendosim shtresën e radhës me petët e apje. Po, jo. Do edhe beshamelin. Më pas do vijojmë me petët e lazanjës. Ja, ti bëj gati Alma, ti vendosi, dhe petët gjithmonë vendosi një rjesh në të njëjtën anë dhe një rjesh në anë të kundërt, që ato të bëjnë një lloj lidhje. Horizontal dhe vertikal. Tani do të vendosim horizontal. Po, vendosi. Në fillim vendosi Alma. Vertikal. 2. Tani këto si të Jo, e ndajmë atë, vendose aty. Në Alma, jo bashkë këtu mbyllë. Okej, jo Alma. Po më sonë. Tani do ta vendosim aty. Po, kemi hapësirën që kemi, do ta thyejmë. E thyej. Dhe vendosim. Një vendosim aty. Puzzle-in ton të lazanjës. Po, patjetër, meqense i kemi këto petët ja kështu. Tani vazhdojmë tani do të hedhim ragun, do të hedhim beshamelin dhe do përsëritëm të njëjtën gjë derisa në fund. Në petën e fundit do të vendosim beshamel dhe do të vendosim edhe djathin e picës që do bëj atë mrekullin e kësaj recete. Ka që na duhet, na e tregoj sekretin, edhe ne do vijoj me bisedat tona, sepse e di që do bëjmë tani Florenca, do ikim dhe do flasim për thashe themet që bëhen aty në salonet e bukurisë. Nami bëhet. Nami bëhet? Ti ke një vend preferuar? Po, kam një. Ç'të kanë dëgjuar veshët aty? Dhe unë i kam thënë asajt, shiko, më tregove, sa largohet një klient, e thot ajo e njeh këtë kush është, se kjo kështu, edhe i them unë, shiko, hyra unë, dola unë, të lutem shumë, ati që vjen pas me, s'është nevojë ti thuash asgjë. Ja, është smundje që gratë e kanë. Ekziston. Gratë e kanë. Edhe nëse ajo të vjen tjere nuk e thot, ka nga ato që kush ishte ajo?
bëjnë pyetje ata klientët, më kupton? Tani, Florenca dashur, më lejo të them diçka, që dy të ftuara që ne kemi në studio nuk janë si këto goca që jetat ka përballur, nuk merren me llafe, që veshët u dëgjojnë gjëra, se veshët për të punë janë, por të gjitha do i zbulojmë menjëherë pas siglet. Ikim. Florenca, po sa gjatë që shëndruam larg sot, nuk më besohet. Po. Po si arrite në kohë rekord e ke mbushur me gatime? Po, kam bërë tavën e mrekullueshme që e kërkua dje me aq dëshirë, lazanjën tonë me ragu, dhe kam bërë edhe këtë rolen që unë e dua jashmase, që ka brenda fiq të thatë, arra, moll edhe rush të thatë. Sigurisht, edhe pak sheqer që i ka dhënë atë ëmbëlsinë. Është një role fantastike, e kemi vështjellë me 5 foliat, ja ku e lejmë, do të ftohet pak dhe pastaj do ta presim dhe të gjithë të lumtur do konsumojmë. Krip dhe sheqer i kemi të gjitha sot. Menu ka bërë Florenca për gjithë ju. Lumë niprit e mbesat që i provojnë çdo ditë nga duart e tua. Këto dhe lumë ne që të kemi në mesdrit. Faleminderit. Receta është sërish afishuar në ekran për gjithë ata që janë kurreshtar për mënyrën se si Florenca e përgatiti lazanjën, dhe sot e ngacmuam pak për emrin. Ti e mban mend çfarë ndodhi? Jo dje par dje me emrin. Dhe unë sot lazanjën do t'ja vë emrin e motrës time Irina. Irina, sa bukur. Lazanja Irina. Po, sepse ajo e qanë dhe bën shumë të mirë këtë lazanjë. Do gatojnë ndonjë ditë me ty motra këtu? Po, është në Greqi, nuk jeton këtu. Po, do vit dita që do vinë në Shqipëri, janë festat para. Janë festat para, Florenca. Faleminderit shumë, të lumë shënduar. Mezi presë shemi sërish nesër me recetën e radhës. I themi publikut që me shumë dashuri do shihemi pas pak. Mirupafshim.